Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi, sot do ju pasqyrojmë fshatin Pireva e Madhe, komuna Podojeves. Fillimisht po ju lem me pamje nga fshati, më pastaj pjesën e komentimit. Qëndroni me neve. Ky pra është fillimi i fshatit. Me fillim të fshatit njerëzit po shihen të punu. Nuk po shkoj me ju pengu atje hiç. Ka kanë të qitë zallas diçka nejse. Kjo pra është pamja e parë e fshatit Pireva e Madhe. Ka sipërfaqe bukur të madhe, pozitën e ka të rrafsht gjeografike, është i rrethuar me kodra dhe male. Lëvizje kemi gjatë gjithë kohës, është rrugë kryesore, kështu era ka fillu me të madhe. E dini sa më pengon era, po nejse, s'kem çka me bot, vazhdojmë. Jem të e pa e pas kanë dhez një zjarr atje nalt. Me shku, qysh me shku? Mos me shku, prap qysh mos me shku, po me të marak, po a ka ndaj rrugic me dita nej, kishëm shku atje. Na gjithsesi na duhet me kërku banor sa ma shumë, me na tregu për fshatin, me unë njoftu me këtë fshat, me që sot e ka ditën fshati Pireva e Madhe. Ka ende prej shtepive që kanë mbet nga ato ma të vjetrat, po që janë ndërtu dikur, si që po ishini, po besoj që se në fshatrat e tjera, gjithandej edhe ky fshat është i braktisër, po supozoj. Lovra, pas kanë fillu me punimin e tokave, jemi pra në pranverë në stinën më të bukur, edhe tash fillojnë ato punimet edhe qefi jem është me i gjetë njerëzit në përuborre të qprish atë diçka cëk. Po që, hej, nuk është bajram, ka përfundu festa. Hajde, t'i kthejmë realitetit me punu me gjallnu. Shtyllat elektrike janë të reja, vlen të cekit pas tërtia është perfekt nivel. As edhe një mbeturi nuk po mund të me pa deri me tani. Infrastruktura nuk është edhe aq nivel, ka plasaritje, ka pak gropa, pastaj kishëm trotuar në këtë pjesën ku në fillova atje, deri këtu po përfundoj kjo. Në anën tjetër nuk ka trotuar, pse kështu ja ulojnë veç një, o qit një dy, o as një heq. Sa e bukur kjo pjesa, ai është një fshat tjetër, nëse nuk gaboj Vrani Dolli. Se me gjeografi kam fillu me i harru. E kemi një tjetër rrogic, po shkojmë, nëse nuk takojmë banor të paktën po i morrëm pamjet. Shefeni u borri plot pula, sa shumë më pëlqejnë pulat kur isha kështu në bord t'i pik fshat. Tash do të me thirr dikon, se jeni të e pa pra, është shumë qetë, pas kanë edhe shportat e mbeturinave, shefeni. Pas tërti marifet me sy, ju lumt. Shumë pastër fshati, ajri është shumë i mirë, i freskët, edhe sot e kemi kone për shtatshme për xhirime përveç pak era. Po na prish. Po shkojmë andi pak me pamje përse afërmit të shtepive, one këtu o foli, o s'foli, që shtëm teket. Që shoh diçka që ja vlen, me të vërtetë me komentu nuk hezitoj, po në raste që nuk kam çka, paktën ti kemi pamjet nga fshati. Mërgjimtar gjithandej, po janë shumë të kënaqëm në raste kur na po ja qelloj me kop shtepin e tyne me kamerë.
bot shumë qefi, po tash nuk është që e dim na se kujt është kjo shtëpi ose e tjetra, po fati. Kështu që, po më dëshirë ma shumë fokusi me konë tek ndërtimet, tek fshatin e përgjithësi, atje nuk pas ka rrugica, jo, përfundon këtu, e në këtë anën tjetër, sa interesant është fshati. E ka një strukturë të ndërtimit interesant, që të e pas ka qitë pronori veç për viti. Sa mirë, dhe shpine pas ka shumë të modhe, po i dalë kënë të drejtoria banjës, se i pas ka drejtorët shumë multë. Rrugica që jemi të kalu momentalisht, jeni të e po, nuk është e shtrume, është e harrume. Ka fshatra, edhe pse kanë punu kështu përgjithësi në për fshatra, po ende ka shumë rrugica që janë lënë mas dore. Prap dalë në rrugën kryesore. Gjendja shumë qitë, ndoshta edhe baklava e ka bot veten, edhe në minë zipujit, si për ishe qitë. Ka po vazhdojmë, hajde drejt. E rëndësishme që po e shijojmë sot fshatin, është shumë poster, edhe nëse nuk takojmë banor, po kënoqem. Qa me bo? Tash do të me tentu me hymin e shtëpi. Dola me një pjesë të fshatit, një pjesë interesante. Duket që e kam pa një banor, dikush lëvizke, nuk jem e sigurt, po thash të provoj, po vi, mos po e takoj dikon, edhe veç ma mirë. Shëveni kjo rruga dhe kjo tjetra pra që jemi të kalu, është në gjendje se si është, menojnë mos ardhë kici. Por nga kjo pjesa këtu e shofëm rrugën kryesore, ka qënë që e po dujeva, feks. Valla kom nisë me ditë senet. Thojnë këta kam gjeti kjo mëre. Po këta me ditë diçka më pranojnë se ja u lavrajore me shati. Që dojnë punëtur krohu, papagis, mirë, që s'dojnë. Ti besh. Hajtë po i pytëm, po afrohemi. Po në mbar! A do një mësafir? Po valla, vetë sa thash. Nëse më pranojnë ma shojnë hojrin. Se po bona punëtor krohu sot. Ajni lodh, po në mbar. Si jeni? Ko me ju pyt diçka për fshatin, po ju të regoj kështë. Si e i ndërum? Që mëse? Dërum tina, a je mirë, a je lodh. Si jeni, a jeni mirë, dërum tina. Unë jam Suleiman Pirja. Më vjen mirë. Si jeni? Qëfar kemi, qëfar ju intereson? Që të pytin njerë si je e mirë familja, që po kaloni, që po shkoni? Mirë, Qa po boni, qa po bonani? Që si sheni? Ne kemi dalë sot me pasqyru fshatin Pirjeva e madhe. Me po si është si fshat, si është gjendja, sa është fshat i banuar, apo i braktisëm. Si të? Thuaj si është. Gjysëm i zbrazur, gjysëm i banuar, mirë jetojnë këta që jetojnë, mirë jetojnë. Edhe ata që nuk janë këtu, shihen e vinë, rrinë, shmallën, nevojat punë të i lidhe njerëzit që i detyrojnë me bozgjidha dhe tjera. Se sheni kjo, për 30 vite ka qenë tokë djerë, e cila pastaj pas e s'është punuar, dolin shkurre këtu, dolin kaqa, rrize. Kur liet mas dore. Po, ne paguam bagerin, erdhe i nxori këto, ne po i të bojmë, po më ndihmon shoku këtu, po. A keni ndërmend vetëm me pastru, a me pastaj edhe me punu diçka? Po njëre po e pastrojmë, po mund të ketë interesuar që vinë edhe dojnë të mbjellin me diçka. Ne nuk jemi të interesuar që të mbjellin, se s'kemi mundësi. S'kemi mundësi. A jetoni në fshat? Jo. A
E keni braktisë edhe ju fshatin? Edhe kemi praktisë vikende, kështu, festave. Vjen e kalon kohën me familje. Po. Cila ka qenë arsyeja pikërisht për juve, për ju drejtuam që e keni braktisë fshatin? Unë kom praktisë me njëherë pas luftës, për shkak që fëmijët ishin duke u shkolluar, kam 4 fëmijë, atëherë fëmijët tash janë të martuar, të rritur, Tash e bën gjysh me siguri. sigurisht gjysh, 2-3 fish gjyshe, tjera. Mashallah, shumë mirë. Po unë si pensionist, që të kaloj kohën. Shumë mirë natyrë. Po, Po fshati si fshat, ai ka gjitha elementet për jetesë, mundësitë. Duke fillu nga rryma, të gjithë. ujësillësi, rriti kanalizimit. Rriti internetit, rriti kanalizimit, të gjitha janë. Po, them, është në këtë trend. Them, Ke fshati mirë i keq, njerëzve. u bo trend. Po, është bën një trend që po braktisën fshatrat, po fshatisën, po mirë që ato nuk mund të lëvizin janë aty edhe një ditë do t'ju kthehen prapë. Po, ju personalisht e shënit arsyeshme me braktisë fshatin? Po, nëse kanë nevojë për qytetin më shumë se për fshatin, pse jo, po më të mos harrohet. Se besoj që vjen koha, sidomos për moshat e vjetra, që zgjon interesim edhe më tuti fshati edhe duke zavendësën as qyteti. Përgjithsisht që shihni ju, fshatrat a janë la mazdore. Kur e them kështu mazdore, e kam fjalën për komunën, për njerëzit kompetent që i çdosh me na mbështet, që na me pas një jetë mirë brenda fshatit, me na ju ofru kushtet. S'mund pas me kompetencë lidhur me këtë. Jo si banor, si banor, perspektiva juve po më intereson. Sa të kanë gjithë son për shembull lufçit e tjera janë fshatra që do të lavdrojnë komunën për atë që ka bërë për fshatrat. Ka punu komuna për këtë fshat që jemi? Po ka punuar që asfalti për shembull në për këtë plazhin këtu, rrjeti elektrik, ndriçimi, trotuarët. Edhe e kishit një pastërti ju lumt. Kush kujdeset? Është ndonjë kompani apo vetë banorët? Po banorët kujdesen, po edhe kompania është që çdo. Jo, bjen e merr. Jo, çdo të pranë të kujtoj, vjen i merr ato veturinat. Kështu që ka mundësi të mbahet pastër, po është edhe një traditë e këtij fshati, kështu që e ka me në kujdes pastërinë atje. Si u konë Pireva dikur, edhe sot? Të e krasum viteve të mahershme, a ka ndonjë ndryshim? Atëherë edhe sot? Ka ndryshim shumë. Në rënd pa veprimtaria. Kur ka qenë dikur veprimtaria themelore bujqësia, sot ajo mund të themur sekundar ose terciar. Për shkak se njerëzit nuk kanë ndonjë interes për bujqësisë. Pastaj është edhe ndërtimtaria, do të thotë, ka depërtuar. Shikoni arkitektura e këtyre ndërtimeve është moderne, është për lakmi, do thotë. Ande që shumë të kanë qenë dhe shkatëruara mas luftës, është arritur që ato ndërtohen përsëri. Me që bujqësia është leononash, atëherë banorët që janë brenda fshatit, që jetojnë, me çka mirën, ç'a punojnë? Kështu në përgjithësi. Po kanë gjetur punë të ndryshme, trit, natyrisht, ku ka punë për trit. Kanë kryer shkollat, fakultetet, kanë gjetur punë në për ndërmarrje të ndryshme, qoftë edhe private, pse jo, po edhe publike këto të shtetit. Ndërtimtari e tjera. Po besa një numër kanë shurë dhe jashtë. Qa muj me të kalëzu bile për ta. Ani që të pytin e i sen kështë? Jo, da heq me së mbetë. Pse? Jo, peqe ka morë vevëja, ke që kim punë. Që shkini kalu për Bajram? Më gjë shumë e dhe alhamdulillah. Sa ti që ata shëllin a ka mundu pak baklava? A shkina ongër shumë. Unë e vetin e shëshaset pak maronetësha. Po një mujdet me një nuë, e ta një pak problem është që. Mirë keni kalu? Me Me Ramazan? Mirë shumë. Shumë mirë. Këtë shokun e ki që sa vite? Na njëm me këta. Për shumë vite, a? Prej Maslufte, po. Prej Maslufte. E ju ku jetëni? Në Mbaslov. Batlov. Mbaslov. A shihesh shpesh me shokun? Në mundësive, qështë në vinë. Se këmë Prishtinë në Mbaslov, po. Po.
Si fshat kjo është i bukur, se pak po besoj të karokshëm e Jo, shetit. qyshe, jo. Edhe fshati i mirë, po edhe gjinja janë të mirë. Për çka njihen njerëzit këto, me që veç i njen disa prej tyne? Këta ma shumë të merren me bujqësi. E kanë edhe tokën, e kanë edhe lumin për skajt. Tokën e kanë pjellur, a? Pjellore. Laknën. Laknën e mjellin shumë ta. Laknën, a? Laknën edhe patatën. Kur është koha tyne. Këta me që të dyja merren. Këta katonar këto që janë të fshatit. Sa është e lavërdishme për ta? Po Me që mirën shumë me po të po që merren me ta ka levardis. Po që merren me to. Ju apo punoni diçka me çapo mirë? Unë në Prishtinë punoj atje. Kam në mbotje do kopshte. Po Mirë po ecë puna? Po mirë shumë. Po mrena mundësive edhe në shoqëni qështu. Vjen kështu inkas për shoku. Po. Më ka pritë që një javë dhe të tepër. Të jashtyja, hajtë se hajtë nisë. Qashtë. Shumë mirë. Me që nuk jeni banur i fshatit, nuk po ju mundaj ma shumë, s'po ju marku. Nëse ki diçka më tregu për fshatin që dina i veçurit mirë. Jo, këta. Tjetër s'di që me thonë. A jenë mikë prica? Mikë prica Se shumë. kjo më interesën mu. Jo, shumë. A ka met najtë co baklava, joa? Kë pe Prishtinë e varë, kë pe Prishtinë e varë, po çfarë baklave këtë. Refugjat jem si kësi une. A, diçka më tha Kadajef. Unë e vdes për Kadajef. Po mja gjithë banesën. A në banesë është asha? Banis. E ke janë këtë fshat për banis. Në shku mu bloku atje. Po, qa me po? Puna. A e ki edhe shpin këtu, a? Gjësëm shtëpi, gjësëm kullimi. Jo, la shtëpin, pa shtëpi sështë këll, po e ka Këtë shtëpin, shtëpit jenë po tash, bukura. po. Po qërë tash që është shpije marohet, ka edhe banes atje, ka edhe, Po. po Ndryshe, katuni ka tjeshin e vetë. katuni ishte Pereva e madhe. Pereva, po. Je që ke pjesë e qëtë. Shumë mirë. A ka mbet edhe shumë punë këtu për të bo? A u kry, a e keni bitis? Valla. Kur keni fillu? Heret, a, mëngjes, a? Herët në mëngjes, kam tetja këna. Deri tash? Deri tash qëtë, kallat. Unë kishe keni dollë tash se pas këtë një lodhin heq. Jo, Jem ma- 3. Tu për 3 jem. Sa i keni bo 30 vjeta? Unë 23 aj 41 duke. Ma i se unë e koke. Jo dhe përbëj paka jore se unë veç 59. Unë i ri jende. Po mëre, Po, mërë djallë i ri. Do të mja bo vetë që të rafse për ndryshe. s'ka tjetër. Shumë mirë. Unë i dëshiroj punë të mbarë. Falem nërës. Faleminderit shumë që e ndot kohën për Veç nive. kalofshe mirë, Ishte shumë edhe kënaqësi. po shumë e unë jep shumë e të mira, Amin. e suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit për kohën edhe që na pranut. Ishte shumë Jo, mos kënaqësi. sa problem ajo është, në atë punë bilet s'është problem. Ej, shoki, atë përshëndetje edhe një herë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për kohën. Faleminderit Ishte të juve mirë. për interesimin e kujdesin për neve. Është kënaqësi për neve. A? Unë e ka të shkoj befasi e bëj, jo me skenor. Skenor i poshtë. Kjo është ma interesant. Teshat po thot nuk bën me ndyt, patikat e bardha, gjëna. Po unë ja ktheva përgjigjen i thashën me pas dash punë zyre, isha në zyre. Po ne kum dash në përkatune. Unë e dal me qizme se kam dert. Edhe profesionin më të mirën e ka zgjedhur. Faleminderit. Unë e Pa kështu, natyre. po, unë e kështu ndi na e përmbushëm kur dal në përkatune. Hajde vazhdojmë edhe pak. Pagesën masi të kry me misionin, takohem. A u bon? Me marrëveshje. Faleminderit Me shumë. kontrat pune. Me kontrat, kur të në shkruaj. Faleminderit shumë. Hajde edhe një herë, e treta vërtita. Hajde veç me të mirë. Çdo të mirë. Mirë pafshim.
Hajde me shtemi po largohemi nga kjo pjesa që bisedum me një banor, njeri në fakt nuk ishte banor, por që pak bisedum edhe me ato. Ne po vazhdojmë kështu drejt fshatit, po afrohemi afër shtepive në mënyrë që me taku më shumë banor. E kam thënë për të disotën herë kështu më pëlqen mi gjetë njerëzit, me shku me punu pak me ta, me i morë pak informacione, pak muhabet hajgore, e kështu me radhë. Vendet se këtë fshati është me një sipërfaqe bukur të madhe, por që ka pak shtëpi. Nuk është se ka shumë shtëpi brenda fshatit, ose ka me këtë hymjen këtu. Por sipërfaqen e ka shumë të madhe. Shtëpit janë kështu të grumbulluara, edhe i kemi një këtë, një qëtë, super. Veç njerëz me taku. Tash Ramazan s'kemi. Me thonje në përgjum, nuk janë në përgjum. Boll një muj kemi flejt. Tash dohet me ju vërsul punës. Punë në të ditë që të shumë pak e zdrit. Fshati për ndryshe është shumë i lezetshëm, ka shumë bukuri natyrore. Tash edhe jemi në pranverëve që ka fillu gjelbrimi. Që ka mbetur me komentu shkollën, nuk jem të e pa. S'ka shkollë. A më tha që kështë shkollë? E ofër Luqit. Me siguri edhe transportin e kanë. Kjo rrugit s'ka na qënë? Po e provojmë. Lagje tjetër, po. Hajde po hymë edhe lagje tjetër. Edhe një tjetër lavrim i tokës. Pra njëri prej banorëve më tha se është lanë bujqësia, kështu në përgjithësi, por që tjetër më tha në këtë fshat mirën me bujqësi. Me që toka është shumë pjellore. Edhe e kanë pra sipërfaqen Luqk. Qa është kjo? Oda, po më duke ta? Oda fshatit, se që jem të e pa prej djellit, po afrohemi, nashtë e ka dhe nej mbishkrim. Në siguri po, kështu i bojnë odat e fshatit. Të sha qëta? Gypat i pas kanen. Por që nuk kam probleme as me rritin e kanalizimit, as ujësillësit. Po ashtu edhe energjinë elektrike e kanë top. Shefeni. O fiksu da e fshatit është. Ka fillu e zoni e mund do të pak me u shkeput edhe po pushojmë pikërisht në këtë ulce derisa përfundon e zoni. Hajde mislimi, po vazhdojmë pjesën e fshatit, edhe një pjesë tjetër e bukur nga ky fshat. Tash jemi shumë afër maleve, i kemi përballë. Edhe po më pëlqen pastërtia se e kam përmend për disatën herë, po për në me javlin me përmend shumë shpesh. Në mënyrë që me u vedisu gjithë secili prej neve me marrë shembull të mirë. Nuk ka trotuar as në këtë rrugën që jemi. Jemi të dalë të pjesa e fushave, arave, banor nuk jem të taku, pasha që ata dy që i takova ma heret, është shumë qetë, pra njerëzit janë në përpuna, sigurisht, e kam parasysh. Përveç kësaj, fshati është edhe i braktisër. Pra nëse nuk takojmë banor, do të me u kthy prap, me prit, mos po na del në i kosh, që me marrë informacione edhe pak për fshatin, nuk është që kemi shumë informacione, pjesërisht mund të më thonë, edhe një tjetër pjesë e arave, fushave, disa duken që janë të punume, disa janë lanë kështu, djerim po e thëmë, batal, janë lanë mazdore, nuk punuen fare heq. Po ka edhe prej atyne që, ani pse e kam braktis fshatin, vazhdojnë me ardhë vikendeve, me i bo punimin e tokave, në njërë që mës milion ashtë. Edhe këtu janë shtëpit e fundit, sa i përket fshatit, Pireva e madhe, këtu në komunën e Prishtinës. Por që këtu shtëpi, si që po e sheni, duken mos me qenë të banuara, përveç asaj atje në fund. Ne po provojmë tek kjo shtëpia, fare në fund, mos po e takojmë dike
me që janë shtepit kështu edhe këtu orat që janë të punume me siguri, janë banorët, këtu jetojnë. Ama e pas kam pjesën shumë të lezetshme, shumë bukur, edhe ofër maleve, tepër mirë. Veç behonja që nuk takojmë njerëz, për ndryshe nëse cilim fshat mirë e ma mirë. Dera me numër 110, po provojmë me thirr, mos po na del një kosh pas se kërku mas një co baklav bre. Ju ka met aty naj pjesë e vogël, naj ravani? Ja, baklav, çfarë ravani? Oj, zoti shpis! Ju ka met aty naj copë, kështu e fundit, të copat e vogla që mesin. Qyshet. Oj, zoti shpis! Shumë problem. Hajde një herë, po provojmë. Oj, zoti shpis! Pa rezultat. Ecëm tutje. Tash po kthehemi me që fshati, e thash edhe krit në fillim, është me sipërfaqe shumë të madhe, por që ka pak shtëpi, ofër 28 shtëpi janë brenda fshatit. Na po kthehemi prap, po marrëm pomje, sa ma shumë, edhe në qatë pjesë mos po e takojmë dika, mos po kemë fatin. Kemi arë me bo bajram! Kështë po ju thamë, veç sa me hymrana me shku, mi morë disa informacione për fshatin, se kemi hongër baklav, vetë modhe. Tash e posh, tash e gjita. Jemi me Kamir, ku m'ju pyti qka për fshatin, një 2-3 pyetje. Si jeni ndërum? Doruntina. A i mirë? Mirë, faleminderit. Familjen? Mirë jemi. Ju sini? Mirë, faleminderit edhe në Ajni mirë Apoloni, si për kaloni? Shumë mirë, po knaqem. Jo? Mirë, faleminderit. Ti folje dhe kjo është? Po, kjo Nona? është, jo, grua kushëre është. Po kjo ardhë me bo bajrama. Po, me nonën temat. Ani po e përshëndetje dhe këthejmë. Përshëndetje. Përshëndetje. A je mirë, qëshi? Mirë, qëshjeti. Mirë, faleminderit. Mirë. Jo? Me shëndet? Në farë të ure qështë, se plak. Ja, shumë mirë. Si që keri? Me drejtësone. Qëshënja një mirë. Qish po kaloni? Mirë. Ju i një kushëre, a? Kushëre jem. Ka orë keme bo bajram të jo, a? Ka orë me po bajram me nonën, unë kom nonën me, ajo është e metni kështu. A po, a? Po. Edhe ka dekë edhe një doj këtina, e për s'kom pas Shëllime. më Shëllime. që të na qisnin ka mirë më Qysh keni kalu për bajram? Mirë. Ajo ka met në i tru baklav? Për neve, ajo, a? Po, me Po, është me. të kemë nusën aty se Ku është nusja? nusë o Ka dol met me nusja? hes më shëtit. Po, a? Po, dol më shëtit pak me hes. Del për çdo ditë ka një ore, diçka del hes. E shoqen qysh e kishe? Pas ka met atje në shkollë. Po, në shkollë s'mujtë më shdirë që. Hajë ditën e mirë, pat mirë. Rrim se kem të i qitë dëmolla. Rrim, edhe pak. Ja, bëtë po shkëj se ka gjamë Hajtë, të përshëndetje. ditën e mirë, Ditën e përshëndetje. Kalofshit mirë. Nina më shku të Që më së nëzina zohë, këta të gjyshin e veshve. Qa po thënë dëgjojsin e veshve, për një ve? Shoqës të vetë, nonës tam jam morë në dëgjusit e veshve. Mos e lana zgjatën, po më Ty ndimu. be më plok, asë shush po shuhu mirë, asë po nim, asë Jo, po ti po nishe ballë mi, prej atjem me keni. ndëgjojsh. Dëgjoj se je? Po, mërë që 15 vjetë të Si këmë qërë këtë gjallë i ri me ndëgjoj se është, ka mërmon, ja beshen. Qa me, po. Me me stem. stem. Ditën e mirë se ka dal po. A me qonë po të A do më të përcjell? Ma falni pak se... Po, pa tjetër, atë shkaj të përshëndetje nonën, a prish punë? Po, shko, po s'mund të përgjigje kur që Është vabaj. japi dorën edhe po E, eci tani bon, pres këto. bon. Hajde, se po më vjen keq, mja kthy shpinën. Mashallah çfar pulash. Çfar pulash i paske, mashallah, sa të mira. Çfar oborrit mirë, edhe e paska pjesën ku rrim pulat, sa mirë, gjithë shka perfekt. Hajde. Po që më kanë shku nirva se që të flok prej ire, e po më dolin si gjellë.
Qysh po mje? Perimea. Apo do këtë si je morë si qika jote? A? A ki qika? Jo s'kam qika heq? Ani qëmë po bona qika jote? Ani, A hajde. bën? E ky? Qysh je? A je mirë? Mirë, mirë. Unë jem Dorontina, jem gazetare. A? Edhe O, kom- Ljoçka të gëzë, po ku me të një? Edhe ky? të gëzoft edhe ty Ljoçka. Ky është Andi. Ky vjen që është për mas meje. Ani mirë shumë. Të më qitë në ka mirë. Ani mirë. Qysh je me shnit? O, Allah e ljatë të smut. Që smut ta me shdryp me thonë dhe amor grus me që të. Unë gja. Edhe nëse të kom po nuk mujta pa shku veç me të përshëndit. E mëzve. E ljatë të smut në për mja ku mytë edhe ku me po nuk për shëme një nuk për një të në më kanë bëllë zizë. Jenë bo vjetë. Jenë bo vjetë. Edhe më konë mas pori smut pera ma të gëzë. Ta shtim ka rëkje tjetra. Na daljet jam. U mytë edhe në për mjek edhe kur gjahë. Edhe me pos për shë, edhe me një së për një, edhe zërish edhe më së me një. Vjetë dikush kam qef me një fjallë diqka, Zdin qa tha? e s'di që tha, aja gruja ke boj ke lafë, unë si budolë. Ja, se. Hajtë se kena me ta boqore në dhe për meni. Apo? Pa po ta qesëm ata paratën si shoqja. O, lëshka të gëzu. Apo mundesh me dollë në borë në herë? Jo, la heq. Heqa? Jo ty beqe me Ata me ndidëllat, kundi mua, po dollën bashkë. jo me ndidëllat e qito. Po, Po nuk po shë. Që kësi jesë nuk po shë. E që këj halo pak diqka. Më ka nuk e pilhura, më ka ro. po. Po, edhe nisa me bo operacion po djoli, u të këtë ke jetë në dyrë. E se bona hes tash me të qështu, ase gjolla se. Shqyre pas ke djolin edhe po kujdes ka për ty. Po. Edhe nusja ti, Po, kam veç që djoli. ta rujtë zoti. Isholla, gjithë kujnë edhe teme. Inshallah. Gjosht i kum shtinë dhe i. Tënë të shnësh, tënë si kum pira. Ka 6 muj, mi pëjshin 5 muj në deshin. Teper jam gjallë. Më shdetë, më shdetë. E prej kritë fëmijëve veç një djoli. Veç që ta, as qika s'kur gjo. E pas ke këto si qik, si Po, dhe, djoli. nuk se në kam, aja dollë t'i kun me Ata e ecë. pas ke qik. Po, dhe- Edhe mu më bone qik 2. Mosu anko, 2 qika i bone. O, Allah, u këqësha se shetë të kujna jenë. Edhe pas që aty që po vjenë. Me thonë që të një qike ka i shrive, më ngajshë që pe i flekve në kuja e. Po je se i kom gjyros. Po, si i kem gjyros. gjyros, mirë. Se ko e veç që qika e farnusja, e thesha në shtaçaja po vjen. Aja s'dje kurse i ka mësimet e veta që mësën. E unë i kom kry mësimet më atë. Mirë shumë. Ta më Vjeçka puna me të- që dhe me mësime më mirë. Balë të në mësu. Ta shumë jeta se gjolla se dekte myte edhe djallin të më këqyrë. Qika s'kam kush më më Ja, këqyrë. s'bën me thonë e myta se dhe ju keni hek me në arrit E njëve. shazete po ku në tim. E kjo shkon zinxhir. Ne Motra ronë jeme. në ty. E që sa vit jetën në këtë fshat? A të kujtohet që sa vjet jenë këtë fshat? Këtu jam vëlla, nuk e di po harrej tash. Veç je martu këtu? Po këtu jam martu që aty në qatë shpinë që atje, e këtu s'kana pos shpi, po tash e kena marru shpinë e rekti që i na do me kunat. Po. Një kunat e kompos edhe burrin, edhe aty na kom pak hisë, e virën e kompos. Aja virë ata i më dek. Edhe burrit e shumë ka dek. Që sa të ka vdek burri? Burrit që 15 vjetë. 15 vjet. 15 vjetë. Një kunat e kom që tu. A i halja është gjalla, i kunoti me më që me dhe sëune. Po. Po i me më që më sëune. Qysh ka thona i nalt? Po që shka Se thonë? di mas një kur e kim. Më shpëner këtu. Jes, po nart, ja. Ane. Pa merak. është zëti zërë. U pa isha ka vjen e ko kunoti dhe djelë, 6 djelë, 5 aso i ko. Kujtë isha që djelë të këtyne. Ja, unë erdha me bo bajra me shoqen teme. A u gëzove që erdha? Ja, është zëti u gëzëva që të po. Një shoqet shkoj një Po, temë. po dhe. I Sa thesha, shoqet po? i thesha vete, thesha, të së kum pokur, i thesha zërë, që shke qike ka i shrive, për laje së të ka, është i thesha vete. E sa shoqet kanë met këtë? Sa shoqe i ki krejt? Po kam shë që bëllë, Ti hec mundesh me shkot e to. Veç ato vinë me po vizitu nuk po mojune. Që 2 vjetë që të kunatin e kam s'ku mujtë me shkua. Që 2 vjetë hetë shumë patut. S'pa më i dalë kërku me shkua. Veç kush vjen, veç kush vjen që, veç kush vjen. Vetë hin mrena? A mundesh me him mrena? Mos të munojmë Jo, ma shumë. jo, dalë, ka dalë hi e mrena. Ani na po të përshëndetu. Ane, hajde. E s'po të munoj ma shumë. Hajde, ditën e Zotit mirë. ta dhash netën, mu po Fola, qefi që ju bole. posh. Faleminderit shumë. Edhe ti falemderit që erdhe.
për shazetes në qersha. Ku me të Ta gjithë shumë njerin... nje. Po qarë, e tash një ti ku. Po, ta shumë shen. Hajtite Me që kujdes për të zoshe tani. Faleminderit shumë. Ballak fjalltesh, halo. Fshati Piriva e Madhe. Po, pireve madhe, po. Për çka njët fshati? Për Hajde po ecëm edhe po i shohëm pulat, edhe u burrin sa bukur e paske. Kur ju Njihet fshati për çka? njët fshat është, ka banor mjaft ka, edhe pse kanë dollë ka shumë. Po ata Tui. cilët e kanë braktisë fshatin, cila ka qenë arsyeja me që jeni në komunë Prishtinës? Arsyeja ka qenë valla veç që i kanë bu mundësit kushte, se jo që edhe është puna shkollimit, po i kanë bu mundësit. Edhe ka atje, edhe ka këtu, edhe ka banes, edhe ka shtëpi. E me dashtë brenda fshatit për shembull me jetu, me çka mirë, në çapo nëni, çapo. Po me bujësi valla mirëm tash, po pak mirëm. Pak. Unë për vete tash, pos do punë kur thoi ta ma shkort. Dhe më thonë me bujësi e kom lona ata veç, a i punoj edhe në shpik atën. Diçka sa për nevoja familjare. Jo, maj që të pula që po doken. Edhe që shtu kur thoi Me ta sa. dash po, por që me dash me punu në fshat, Me dash, toka po. shpjellore, Po, tu është e përshtatshme. E përshtatshme mirë është. Edhe ja për rendiment. Çaj është? Për vete unë kom lon pej luftat, atë farë lamije kom lon, a djetë e agjës punojnë, me tha, mirë. Mirë me bujqësi. Mirë me bujësi, millin patate, millin domate, millin këtu sare krejt. O për veti jo, se si kom pas mundësit ma herët, fëmija të vëzhel, tash jenë rrit, tash ata jenë punësue edhe unë jenë punë, e kështu që Nuk keni kohë dhe shumë, sa e dënë bukur kohë të madhe, dënë angazhem. Se bujësia dënë angazhem, Fiks. edhe dënë shpenzime dënë, Normalisht. edhe ato dënë qyshtja kushtesh që ashtu ki edhe rendimentin, e kështu që unë i kom ra ka është që më del mu ma letë. Po normalisht se je edhe në punë. Po. Tash ditë e mira me djel, kënej e dënë bujqësia me punë, nuk ne kime shku në punë tjetër. Qashtu. Se e ke po zgjidhjen. Unë punën e kam veç në ndërrim të retë. Po. Çdo 2 natë, një natë e kam të lirë, një natë e kam punë. E kështu që me shto. Me banorët e fshatit, njini me gjithë, Po me gjithë, këtë jem një familje. një familje, Këtë një një gjak. familje, një gjak jem kretë. Këtë një familje, Jeni një mbiemër? një mbiemër jem këtë njëtë jem, Si është mbiemri këtu? Pireva. Piriva ka dhe... Piriva, po. Aha. Edhe Piriva. mbiemrin e keni Piriva? Edhe mbiemër Pireva, edhe fshati Pireva është. Po. Edhe qështë. Që ato, këtë jem një Po, një gjak, Një prej gjak, një një bi- vlla, si për një thojnë. vlo, për një bime që Po, thujnë. po. Po, qështë. Rini, kam bet rini në Rini, fshat? po, kam bet, ka dhe rini, po edhe ata jenë tash do në fakultet, do jenë të punua. Ako prej atyre rini që punojnë brenda fshatit mirë me nëjë aktivitet, ose kanë ndonjë biznes të vetim privat? Ka që ka biznes privat. Ka, po me thonë, edhe në qëfar biznesi, qëfar lamje të y benedime, edhe Po. pse kam të mitë, se di edhin, me po s'ka. Shkollën e keni brenda fshatit a ju? Shkollën e kemi ma large, kemi 3 kilometra për këtujt, Ata në fshatit? ma tonë fshatit. Po, shkoni Lëks me një transport? Po, E keni transportin e kemi e pagujmë. Po, e paguni. Transportin e pagujmë për në zonësa. A ka shumë zonësa nga ky fshat me që s'ka shumë shtëpi? Jo, që tash nuk ka shumë, valla. Nuk ka shumë. Me thonë, 5-6 nxënës nuk jam ma shumë. Nuk ka shumë, se tash ora, kur thoi ta... Se të largon familjet, po ditë edhe numrin zonësa Po, vjen. qashtu, bjen. Po. Tash jenë rritë, kanë kaluar në për neshte në Prishtinë, po dijevë. Këtu në fshat ka ma pak. Ma pak. Si ka qenë fshati para disa viteve dhe si është sot? A ka ndonjë diferencim kështë? Mes atëherë dhe sot? Ka diferencim, është ma i zhvillum, është ma i... Që shtojnë ta... Kushtet i kanë bo ma të mira. Ka perspektivë ma shumë? Po, perspektiv ma shumë. Isha të jo bodhe një pyetje të fundit, a kanë betë moshat shtyra, po e shani zotni, a kanë betë në fshat? Po, ky ka punuar në arsim, Nërsim, po. po edhe është pensionuar që 3-4 vite. Ka... Në arsim kam punuar shumë të. Pensionuar jenë një 3-4. Tash, për fshati këtu që punojnë në arsim nuk ka. A jenë 4-5 e në kumë, po i kam rri pensioni edhe kam përfunduar. Kështu. Fshati, a ka xhami? Gjami ka. Qërë dhe ju? Jo qërë dhe s'kem.
E qendër mjekësisë familjare a keni? Po kemi, E keni. po kemi. A është dikon ma ne? Mane është po. Edhe një pyetje po ta parashtrojmë se nusja prej Lorgot na tha do një baklav, kështu që po e përfundojmë mohabetin dhe po i gjuhem baklaves. Ane. A bën kështu? Po, bën. Për pula, kështu ju pyet sot sopa e keni mashallah shumë të mira, 30 copa. shëndosha, 30 copa, po. Apo bojnë viz? Po bojnë. Apo i shes na veç nevoja familjare? Jo, veç nevoja familjare, edhe ka pak aty këtu ka ja jep. Edhe boll përveç mi poshtë në barë, më këna, mi po të televiz. Po, e në katon tash edhe mos me pas pulën e lopën e diçka. Qysh mi thon katon? Pasha po i bjesë me jetu në qytet. Po, ç'është. I ndrum unë po i përshëndes kështu para kamerës, po na kena me vazhdu muhabetin, se na pret baklava. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit që na pranut në burrin tuaj. Faleminderit për ju që jeni ardhur e na keni vizituar, faleminderit. Është kënaqësi. Miqtë e mi, po shkëputemi. Përshëndetje. Edhe për ime jashtu. Si jeni ndërum? Edhe nëm. Vjen mirë, dërum tina. Si Unë jeni? e në veri. Çish po kaloni? Po shë sot i kundër vitit prodhimit edhe mirë bol. Viti prodhimit. Cili vit jeni? Ha? Cili viti prodhimit jeni? 57 vjeta i kom. Ani nuk pas ka shumë. Po veç me këthy 700 me qitë për para, 500 mrapa. Shumë interesant. Ja, në ke shtong, nuk besova, me duva që je 57. Jo, vëllaj, 75 vite janë bo që tashën ma i bohen. Gjithsesi, i rëmbullaksafsh 100. Ja, bohen tepër ashtë. Ja, janë tepër, shkojnë sahura. Jo, shkojnë sa hora që to të mas ditës, po shkojshin shumë shpejt. Po, mas ditës. Deri në 30 vjetë njerit po i do këse ka punu 100 vjetë. Mas 30 vjetë e ditë mulle që mërqetja si bjenë men mi këshur vitet veç shkuën, pat, hajto dha mori. Qa me bo, ma mirë që po arrimi i bo këto vite, se mës me i bo. Qish po kaloni në fshat? Kom dalë sot me gjëru fshatin Pirieva Madhe. Prej cilit? Jemi nga emisioni Katuni jem, që i vizitojmë këtë katunet në Kosovë. Oj, këtu, Pirieva, edhe është një prej fshatrave matë moqme në lapë. Edhe para podijeves. Në Glamnik, tash i thëj Glamnik, po i ka thonë, tash për i preqnje jahërra e jamnat. Këtu ka qenë kisha katolike. Me gurd kishës katolike është marrue xhamia aty e Katunit. Edhe ajo u vjetrue që tu. E Pirev nuk ka tjetër ku. Kur kemi bo na bashkë që tu, 2 shpinë lap kanë bo bashkë me mjellë speca patligjona, që ata diçka po dojnë, po s'po di kush janë. Prit veshnim, urdhna, Majoce është po thotë. veç shko të majt e drejt për të xhami e Majoci. Ajde. Edhe me bashkë na mirë, E sot sa mirëni me bashkë? sot heq fare. Se? Veç sa për veti. Pse vitin 1870, bab gjyshi i ka pas 10 vjet, kur ja ka marrë turku 2 vllaznet e mëdhaj ushtar, a i 10 vjet ka me të zoshpije me gradë vllaznive. E tani hallat e bab gjyshit, pej Prishtine, me burra jënar dhe me nipa, edhe kam su. Aty i thujmë bashkë që e Feratit. Ferat është dhonri i babgjyshit, burrit halës babgjyshit. E për neve tani këto fshatra tjera ka pak ja ka njësë më marrë me këtë punë. Atëherë qa po punoni brenda fshatit, me çka po mirri, qa po punoni? Këty në herë jëm konë punë, Tash pensioner. pensioner kuptohet,
Kosova Trans kom punue, shefi shoferave i kondukterave, është dashur mos më met asnjë kime në krye me shofera me konduktera, se le mo. Po, Sa mbet shumë? po kanë met shumë boll kanë met, po si të punojsh me punëtor, mos i rrej, mos i vidh, mos i mashtro, kur s'plakësh, se kur kush nuk të ka të rritet. Nëse rren, edhe kur kush mos të pas nije. Logjika jote ca ka të krye thot, kom rrejt, mos më njeti kush, mos më hetoj kush. Që ato se kem. Edhe qëtu në lagjën tonë, as kush kur nuk moj men që ja kalon shuplak njëri tjetrit, kur se le më tjera punë. Bashkë kem punu e kopshte tash, po tash mo s'kem ku i shesëm. A pishet qëtu ora qëtu, e këtu shpia. Dekteri qëtu është miell, patate edhe lakna e dekteri në lap. Po tash mo s'kem ku i qojmë i shit. Ata venet e për pazari kanë zonë, ata bëdi havëgjit. Një prodhim i bujkut që i ka 20 cent vleft, a i ta merë për 10 cent, 10 cent i fiton hazër, a na që i kem punu e prashit e quë, kur që kërku heq kështu. Stresi. Tash e kemi lonë. Tash që ku është aja që të qkja ora ngusht, që në fund që atje përte që ati shtyllës dytë, që ata i ku mjellë patate. A ka 20.000 kila, 30.000 kila patate për çdo jetë, kemi shit 20-30.000 kila lakna. E speca, domate, tona tjerat, e tash veç sa për enverin dhe familjen. Edhe për motrat, bijat edhe qikat mija, po dhe ato që ashtu, se me këtu të na shprehi, bijave me ju dhonë. Ashtu dhe duhet. Po që duhet se di, po Është na... mirë, është mirë. Po na e kemi traditë se është puna, tash gjithkush me këto punë smirët. E diçka me marrë me hongër originale, me hongër për qytuit. Mi gëzu bijat pak. Po i thrasim zakonisht vinë. E shumë vena i kanë harru e bijat, këtu të na ju. Kur vinë bijat e na kanë herë takohen në autobus, ku po shkoni këte vllaznia? Qa ka na ide, kanë jo valla na kanë thirë për të. Ka kur që po i thret bijata, e të lumet jo. Po veç ju jep zoti për e qatë ma shumë, aty ku ka bija. Na i kem punë të më mirë, ma shkurti që s'kem kur farë të lashës, as me shtetin, as me... Për me shtetë Sërbis, s'po hima nena. Mos të prishëm emisionin. Mos të prishëm. Qështu? Njeni me gjithë, po Ka dorë raportet zoti. i keni të mira me zveti. Po tash unë pej familjes, pej babës e nonës, jam maj madhi, maj plaku. Jam 3 motra, 3 vajzat e mija djali. Motrat me fmi, vajzat e mija me fmi, unë e plakat gjithë shënëshe mirë, pa probleme. Pa probleme, du më thonë, kur bje me flejtë, s'menoj, apo më cakot ko shëndera diçka. E bon gjumin qitë. A? E bon gjumin qitë. Sigurisht, qaja s'm ka plak, se mas pari thash fillim. Shofera e në konë, po si kom rajt kur. Se dikush thot me punu me shofera është probleme që... Problem është nëse i rren, edhe punëtorët. Se në fillim, kur jam hinë punë në konë, rafar 400 shofera e konduktera, e po... A po punojmë bashkë, po punojmë. S'ka njëri që s'ka nevoj me më unë e ditë, po më lajmë ruë, mos më metu të artë në krye, kush shkon në Orlan për shemull, kom dhe atje, ose në Pollur atje në Drenicës, ose në Klinës e kështu, edhe kom kalu mirë. Tash, kolegët e punës janë plak, edhe une, po shkojmë, po i vizitoj shokët. Na qka po mujna me ecë, po shkojmë, po i vizitojmë ka pak. Po knaqemi, po shmallemi, si kur ditë e feminisë, kur kena luë kësaj. Në gjallë nostalgji, pa dërshëm. Po, I keni pas vitet ma të bukura atë të punës. Po, qështu është kja punë. Arsyeja pse është braktis fshati, ose sa përqend mundemi me thonë që është braktis ky fshat? Që ky fshat, tash s'mund të ishe shpijat. Prej komunës të qeniset të podjes, i vetëmi fshat që ka qenë shpija 2 katëshe. Se kena pas bashkët na, do me thonë, pare. Keni pas fitim? Na s'ka bova ki kur kush me ly pare hoa të kërkush. Edhe u konë, taj fshati shpia 2 katëshe. Po tash kanë dalë në qytet Prishtinë e në Ardena, se betë që këtu me punu. Problem më bod udha për me shku në Prishtinë,
prej këtu hujt bëhet kolona deri në Leban për më shku në gjes pej Lebanës e dek deri atje, krejt problemi udhëtimit po prej krejt fshatrave, fshati jonë më i mrami me shku në Gjermani. Më i mrami. Edhe ka shumë që po thonë rreni se mirini ju se s'pedini hala që është. Mërgata sa ka kontribu për fshatin? A ju ka ndihmu diçka? Mërgata s'ka pas nevojë. Se cilini ka punëtori, keni pas fikimet e S'kem juve? pas na nevojë pe i kërkujna me ashtri dorën as E kisha fjallën brenda fshatit në investim, për shembull me ndërtu në i xhamia, diçka. Që Po kjo? da fshatit, ha? Po dhe fshatit. Më thonë këto ka investu Mërgata. Jo. A vetëm një banurt? Na banor të fshatit, se cili moshkull i shtëpisë ka dhonë pare me maru. Kontributin e vetë. Edhe ata kush ka dasht, nuk i ka nalë kërkush, po semi met me Nuk ta. se e keni kërku, por që Ja, kush ja, ka ja. jo pore, Krejt veç fshatarët e kemi marru këtu. Ata gjermanistë ty bërë marrë veç se do djeltri jenë marrë me këtë punë, po kanë bërë një punë të madhe. 9 metra është me 5-6 për njerëzit që vinë pritje. Është tani kuzhinë aty për me hongër bukë. Me frigorifera, me Qëta çka i duhen? me çka ka tash. Të rritë, vend që shkojshin në për kafe, në për podjeve, në për dreqen të mallkum, shtunën vinë këtu në ora 9, Bojneja. kanë rezervat aty për pije me hongër e me rej, kanë zemin në qendrori, kanë të natë mirat. Veç që s'po dalin me shku në për kafe, mu rajavite, mu sha, Po, ju shumë ide e mirë. E bojnejen këtu, bashkohen me gjithë. luajnë, knaqen, edhe s'luajnë me pare. Edhe shumë ide e mirë me konë se cilin fshat. Me u bashku në soda fshatit. Jo në për mu rajita, the. Tubimin e parë që thanë e përbëm, unë i thash, si propozim thash, tubimin e parë për ja ulom bijave. Ani, a ken bijat? Po, janë konë bijat. Edhe thash, gjithë kush motrave të veta, bijave të veta, letë jo pagun dreken, me hangër dreken, me najtë. Po ata thanë, jo, veç që na keni lonë, nas po ju lonë juve me pagun kur që heqë. E jenë ardë, po ma shkurë mirë kanë ka përcyje. E që në zonësat e fshatit tash, po i bonë Transportin, kombi. po, shumë mirë. Po. Unë ju falenderoj shumë për kohën, ishte shumë knatësi. A paguni kohën që ma hop një gjysore? Po ta paguaj, të qas një dorkë. Faleminderit shumë, çdo të Më mirë. ndirë kofë. Bukuroshe, mi do Kjo është pafshim. Dalamon A dreni djallë është. është ta? Mashallah, si Po, vojzë. Ashku që motra e drenit. Mashallah. Të urta. pas kanë bon nipat e mbesat. Të pas kanë rrit. Nipat mesa ka krye për të fakultetit, çka i thojnë ato. Mastere. Po, qata masterat, edhe për rrymë, ato programet e rrymës, ato që pi bojnë tash me këto farë të trejet, që s'po marrë vesh që shpo i thojnë. Inxhenjeri është e 28 vjet i ka. Sa ka kanë a ka kanë kalablaka jo? Mashallah. Ja u shtoft zoti, mashallah. Amin. Mirë pashim, çdo të mirë. Emnin që shpote? Doruntina. Doruntina. Po. Emnin, kujdesu për emën. Kujdesu për emën. Pse e thë kujdesa? Pse Doruntina? E di kush është Doruntina? Kush e solli Doruntinën? Jo, s'po të kallëzoj. Lype. Mi falenderoj banorët e fshatit Pyreva e Madhe, nga këto do të me u përshëndet dhe me ju falendru edhe juve që qëndruat sot me neve. Takohemi në fshatin e Radhes. Mirëmbëjtje!